Një fëmijë kur lind nuk e din ç'është do këtë bota. Për to bota është një vend i pasigurt. Gjithçka që ai ka më mësuar për botën, ka më mësuar për prindërit vet. Nëse prindët tonë na dojnë, na fillojnë na mësuar që jeta edhe bota është një vend i sigurt. Por nëse prindët tonë nuk sillen bashkë ç'është do të mos sillen, na fillojnë na mësuar që bota është një farë vend i pasigurt, edhe tani lypim sigurinë vendet gabume. Nuk duhet të jetë domosdoshmërisht bota e sigurt ose bota e pasigurt. Fëmiu duhet të përfitoj nga tashimi, ngrohtësia, emocionaliteti i prindit, dashuria, por në anën tjetër duhet të mësoj përmes një maturie graduale prindrore, me stileve të ndryshme prindrore, për mi zgjidh problemet në jetë. E jo vetëm me pa botën të sigurt, duhet jemi sigurt edhe krijon një zonë konforme. Edhe aty ku prodhohet pastaj problemi, kur del për asaj zone, ka ankth. S'din çka më bëj. Përballet me ankthin. Në qoftë se prindrit bashkëpunojnë njëri me tjetrin, atëherë fëmiu ndërton një personalitet krejtësisht të maturuar, po flas për fazën e adultshmërisë, edhe lehtësisht mund të zgjidh problemet në mesin e shumë alternativave. E jo të mësohet me një alternativë.